Shiko, edhe unë, se mund të bësi pyetje që, ore, pse hesi këta, se ma bëre pyetje, pse votuan ata pensionistët? Po, shumica këtyre pensionistëve që votuan, paktën këtu në Tiranë, janë ata që më kanë thënë mua, qa më ka takuar, tel bidekën kooperativë, ma ka dhënë qeveria. Pa është mjaftohet a është mjaftohet këtë bukë e shtia, pra. Po intelektualët dhe forcat politike që udhëheqin popullit nuk do të shkojnë në këtë nivel. Dhe as duhet gjykuar fare që pse votuan. Ja pikërisht pse votuan. Këtë do të gjykojnë forcat politike dhe intelektualët shqiptar. Dhe në mediat bëhet debatat më mëdha për këtë punë. Të bëhet diskutim. Po, zoti Tyshniku, sa duhet ta keni ju pensionin? Se ka mbaruar të punën e anti-amerikanizmit. Po mbaroj se keni thënë për shërë. Po e kam thënë pra, po kjo është një përmbledhje për të treguar që këto pensionet janë të qëllimshme. Këto janë antipopullore, anti-shqiptare. Se ky bret në tërë botën. Ka mbi 20 ambasada në tërë botën. Qa ka prur ky nga gjithë botën nga përvoja? Ore një të vetme të ka prur. Unë jam qytetar, i thjesht, një pensionist. Dhe nga Michigani mund të sjell mira foto dhe video nga përvoja se si ekziston demokracia dhe shteti ligjor në Michigan. Se si shërben pushteti vendor qytetarëve kudo ku banojnë. Si funksionojnë qerdet, kopshet, shkollat, shërbimi shëndetësor. Se si u kompletohen të gjithë qytetarëve kudo ku banojnë me të gjithë elementet jetik të domosdoshëm, që këtu mungojnë të tëra. Unë t'ja u them, i kam të regjistruar në celular, asnjë nuk pranon. Po ky, çfarë bëjnë ta ambasadorët? Çfarë bëjnë të shëtitet që bëjnë ta deputetët e ministrat? Pra, nuk duhet t'ja tregojnë. Edhe unë, këtë egërsi që kam ndaj këtyre parashëllëqe që kam bërë të qeveritar, e kam masi shkova për herë parë në Amerikë, se edhe unë kështu mendova. Filip, kur rëzuan nga fabrikat i shkatruan, edhe unë thashë, kështu që ajo kapitalizmi, do shkatrojnë, dikur do bëti pasë i varë. Po kur vajta pas në Amerikë, thashë, ky është sistem që do të zbatuar në Shqipëri, që do më përvoj. Të ndalemi të pjesa tani e pensioneve, ju si mendoni sa duhet ta keni pensionin mujor në mënyrë që të bëni një jetë dinjitoze dhe që t'i përgjigjeni nevojave tuaja të përditshme? Unë thash për kooperativistët, thash dhe për kontributin e të gjithë pensionistëve. Tani kur thonë këta që kaq kontribut keni dhënë, kaq ju takon, ju bëj një pyetje këtyre pushtetarëve. Të kaluar dhe tanishmi, ekspertëve, gazetarëve. Po këta deputet, ministra të këtyre 35 vjetëve, çfarë kontributi i ka dhënë popullit shqiptar? Se pensionistët me pasuritë kombëtare, me djersën e tyre, ja lanë popullit shqiptar kontributin për qindra vjet. Ja dhanë shoqërisë, jo familjes tyre. Kurse këta politikanët e këtyre 35 vjetëve si ka dhënë asnjë fidan, një fidan peme, si ka dhënë shoqërisë. Ata bëjnë reforma për ju. Ato reformat janë pikërisht. Po që reforma kur ka përfunduar, kur 3 çereko i pensionistëve marrin më pak se 200 euro. Tash mjafton. Shiko, unë nuk mendoj të përdorim këtë ironinë, qoftë dhe për kundër atyre, qoftë dhe se dëgjojnë, ata pensionistë që na dëgjojnë, ata nuk se kanë hallë fare të merren me nivele kaq të sofistikuara të bisedës tonë. Unë mjafton t'jap fakte dhe t'jap argumente. Ti dëgjoj qeveria, po doj, ti dërgojnë dhe tjerët, po dhe forcat politike, që deri tash janë marrë me pralla me mbret. Janë marrë me pralla. Unë bëj kështu. Çfarë bën ti? Po mirë, sa duhet të jetë pensioni? Sa duhet të jetë pensioni mujor? Çfarë kanë bërë? Çfarë bëjnë deputetët? Çfarë bëjnë deputetët, ministra, çfarë kanë bërë? Shkatruar Shqipërinë dhe caktuar për vete deri 6.000 euro. Dhe ata këshilltarët që marrin nga 30-40 këshilltarë mbas vetes, marrin nga 10.000 euro në muaj. Çfarë është kjo? Pra,
Se këta marrin ka shumë, se këta vlerë kontributi këtyre për së prafi, për shkatrimin e Shqipërisë, për mjerimin e Shqipërisë, për shpopullimin që ka kaq pozitiv. Po mirë më, po ai trajtimi qenë me 180 euro, qenë pas ka kontribut më të madh se ish kooperativistët? Ashtu turpi madh. Ashtu turpi madh mo. Po ka sy e faqe, ka surrat ky njeri të dali para pensionistëve e të du s'kam lek? Si s'ke lek mo? Zoti Dyshniku, a keni bërë ju një llogari se sa ju nevojitet pensioni mujor për të përballuar të gjitha shpenzimet dhe kostot e jetesës tuaja? Shiko, kjo llogari, kjo është relative. Po patjetër, po një shifër e përcaktuar deri diku. Po jo më se, kur dyfishoj çmimet ato rrogat e deputetëve dhe të ministrave dhe e rrogtarëve të tjerë, ky përdori këtë justifikim, arsyetim. Sa është shtrejtuar jetesa. Tani kur qenë është shtrejtuar jetesa për këta deputet e ministra, ku blen këta? Mos blen në dyqanet si dikur te bloku? Dyqanet që janë më shrenda? Po bashkë me ne blen. Pse qenë është shtrejtuar jetesa për ata dhe jo për ne? Një kjo, e dyta. Shumica mallrave, mbi 80% e mallrave që tregtohen në supermarketet tona, në dyqanet tona, janë të huaja nga Evropa. Pra, janë me çmimet e Evropës. Po si mund t'i blejnë pensionisti shqiptar, po dhe punonjësit e tjerë, me rrogat mirane, se ato mallat të Evropës i blejnë evropian me rrogat e pensionit të tyre. Por si ka mundësi që i blejnë ne me ato çmime, i blejnë ne këtu me këto pensionet dhe rroga? A duhet ndryshuar në logjikën e pagesave të pensionet dhe rrogave kjo? Se s'ndalen të kjo. A mendoni se një rritje e pensionit prej ose më saktë nëse do kishit pension 1000 euro, 1500 euro, do ishte i mjaftueshëm për të përballuar nevojat tuaja? Pra pe thash, nuk mund ta përcaktoj, nuk do të nisë këtu. Një qeveri që nuk pranon këto që thash deri tashti, këto argumente, këto fakte, ajo edhe çfarë do të them unë, ajo nuk do të dëgjoj. Ajo dha 2.5% indeksim, që është mashtrim. Do të thosh ti, ku bazon këtë mashtrim? Po, ja ka thënë FMN-ja vjet. Kësaj qeverie. Që për vitin 2023 ka mashtruar duke falsifikuar koeficientin e indeksimit që duhet ta qeveria në bashkëpunim me instancët dhe Bankën e Shqipërisë duhet ta kishte indeksuar 2 herë në vit nga 10-12%, pra 20 deri 24%, por na indeksoi 8.6% par vjet. Pra nuk është denoncim ky. Po e bëj këtë pyetje sepse një moment, e bëj këtë pyetje për çështjen e pensionit. E bëj këtë pyetje për çështjen e pensionit. Më fali një moment, e bëj këtë pyetje për çështjen e pensionit. Më fal, edhe vjet më na volli. Na volli edhe vjet më. Mbas asaj që denoncoi ajo FMN-ja, na volli edhe vjet, na dha 4.1%. Dhe i saktuar në buxhet 41 milion, na dha vetëm 70 milion dhe në 3 muajt e fundit. Dhe i futi në bonus. Domthon po t'i jap unë këto dyra. Jo buxheti, po t'i jap unë. Pastaj, pse si indekson këtu në 1 prill pensionet, apo më thash indeksimin e pensioneve? Pse ka qenë tetor? Pse na mashtron? Pse nuk zoton ligjin? Këta ekspertët, të dhallët që dalin për televizionin thonë, është detyrim ligjor indeksimi. Atëherë kur që detyrim ligjor, ligji e ka në 1 prill. Pse nuk e denoncojnë qeverinë ta? Po merren me lojra fjalësh? Kështu që janë shumë gjëra që hynden. Po tjetë për kontributin që tash, çka ka dhënë populli shqiptar, sidomos ish kooperativistët, dhe mbas tyre janë dhe minatorët, se minatorët ka marrë çik rrogë, po kooperativistë 2000 lekë ka marrë. Këta ka hequr bukën e gojës, në krahasim me të gjithë pushtetarët, deputet, ministra e tjerë, mbas 90-s, që i vun kazën në Shqipërisë, në qoftë se do të caktuar një rrogë, unë nuk pa marrë me shifër, po them, pensionistët
e sotëm që ka punuar në atë kohë dhe në mënyrë të veçantë ish kooperativistët dhe më pas minatorët duhet marrin pensione më të larta se deputetët e Shqipërisë. Pra mbi 3.000 euro. Sepse edhe Urdo? Mbi 3.000 euro. Po, mbi 3.000 euro. Po, do thonë ta, që na thot ky e pralla me mret, të lutem shumë. A jemi ekonomi tregu? A duhet shpërblehet tjetër si pas kontributit që ka dhënë? Po. Në cilin vend të botës të gjithë pasuritë kombëtare janë shërbim popullit? A duhet të përfitojë dhe krijuesit që janë pensionistët nga ato pasuri kombëtare? Se po do pusët e naftës e minerët i ka privati. Nuk e pensionistit. Kurse këtu, pra, pensionistit shqiptar janë të vetmin të botë që ja kanë dhënë në pjatë popullit shqiptar gjithë pasuritë kombëtare. Urdo shfrytëzoi, rrit fëmijët, nipën, besat, stërmesat, edhe 10 breza më mbrapa. Ky është kontributi i popullit shqiptar. Dhe i atyre ish kooperativiste, atëherë këta e meritojnë të marrin rroga pensione shumë herë më të larta se deputetët. Se çfarë bëjnë këta deputetët edhe ministrat? Këta i kanë mbushur ministrit plot se i duan thjesht vetëm për pushtet, për të marrë pushtet me vota.